Okay. Po të shu në shkollën e mesme në së gjuka, pan. Edhe... Këto është Shëngjini, a Shëngjini këtu? Po. Pra Shëngjini. Dhe nga Shëngjini të rrugën, që ne e bëm me makinë deri këtu, po. Dhe bëm i copë udhë barë, për çfarë të kujton kjo udha këtu? Tu ke ardhë mësues, ke qarkullu, ke ardhë, ku ke qenë ke shkolla në Pan? Në fakt, rrugën për të shkuar te shkolla, e kalonin maton varrezave, një rrugë e shkurt, i thonë Shqipërin aty, Po. edhe kalonin poshtë. Nëse si u hap rruga këtu, s'ki pas kalu këne, atëherë jo, s'kishte rrugë makinë këtu. Atëherë do më, okay. Vetëm këmshore. Rëndësi ka që ti e ke bën rrugën, Po. Pra mendoni, jo si sot që është gjade, Po. por atëherë e ke bën kam. Në kam nga Shëngjini, Në çfarë orë nisësh te shtëpia? E aty nisën orën 7, 7:30, 8:50 te shkolla. Te shkolla. Vazhdimisht në 8 fillon të mësimi edhe Atje emocion në këtë moshë që je 83 vjeç, a ta rikujton kjo rrugë kur e bëjmë kështu? Ma rikujton një zakonisht edhe unë kam kënaqësinë, edhe më duket sikur edhe sot duhet bëjmë mësim. Edhe tani. Edhe tani kam dëshirë. Që të bësh mësim atje. Bëjmë mësim. Se të mungojnë nxënësit, ha? Mungojnë nxënësit. Pra edhe mas kaq vitesh që je dalë në pension, të mungojnë nxënësit, se njeriu pranë jeton. Po hyre sot në shkolla, nuk ishte gjallëri as. Edhe po të ketë mësim, nuk ka më gjallëri si përpara. Do të shkojmë te me qindra nxënës. Do shkojmë tek shkolla, që ke qenë këtu ku ke dhënë mësim këtu, ke shkolla e Shëngjinit, nuk e di se si është tani. Edhe do më sqarosh pak si e keni nisë që ke shkolla madrasa. Po. Dakor? Shkojmë aty, a hecim ta bëjmë copull bashk. Po. Edhe okay. Edhe ka i gjan, se do shkojmë Gurinus, ja ku Gurinus. Ja ku Gurinus. Gurinus, mali. Ja, është një mrekulli, edhe mali i zetë këtu. Shi, ja si bashkohen, janë dy mrekullit natyrore, ha? Mundella, Mundella, po. Mirë nivel në Sa? 1990 metrë. Po Zepa? Zepa 1986 metrë. Që ka pak më lart. Më lart është Mundella. Edhe këta bëjnë kuvend bashk, Zepa e Mundella. Sa bukur, a hezim bashkë rrugës? Hajde. Shimo, a si djaliri? Patjetër. Ai mori. Ke qenë djalë simpatik, apo? Po, them se po. I po, ke qenë king, po se dukesh tani je king. Jo, në çfarë moshë je martu? Unë 27 vjeç. 27? Nga ke marrë gruan? Kam marrë nga Klosi, lagja Kujt. Pas e marrë afër ti? Afër. Ha? Ai gjysmore. Gjysmore? Po si u njofte me gruan? Me atëre. Ma thuaj me pak. Isha drejtor shkolle në Narën. Ku, në Narën? Po. Po? Edhe me Shkusi. Me Shkusi? Kush ka qenë Shkusi? Shkusi ka qenë një person jemi afërt. Edhe kemi shku unë, nona, baba dhe personi, kemi shku, kemi takue, familjen, kemi pas atë vajzën. Ajo vajza doli një herë, dhe mos anej. U bë fejesa. U bë fejesa. Po për 4 vjetë. Unë 3 herë kam pa nga larkë, që s'më lerën dhe kush me pa. 4 vjetë? Kam shku të shpia edhe më hikte vrap. Ashtu, ja. Shqiptar, e u isha drejtor shkolle. Ti drejtor shkolle, imagjinoj që je emancipu ti. Emancipu mund, po ata që ishin emancipu. A e kujtoni me... Ata ishin konservatorë të të A ke gjallë gruan? E kam. Okej. A i kujtoni këto muhabete? I kujtoj shpesh. I kujtoni vazhdimisht, ha? Jo, por edhe kur vijnë shokët të tregoj. Kam edhe gjë tjetër me thënë. Ore martesa se nga i i qymë si arkaike. Sikur që martesa me Shkusi ja kanë qenë të mira. Se ty atë ka dalë mirë kjo muhabet. Jo. Ha. Në fakt, martesa me dashuri është më mirë. Po, këto martesa me dashuri janë të nda shpejt. Janë të nda, ty divorcu. To me Shkusi ka pas marrë shumë fundament. Ma shumë më bëhen me interes. Ashtu, që, ja. Por që, kam një fshatar timi këtu, e ka vdek për ti, ajo është martue, ato ka përket një shi. Është martu me Shkusi, ka shue, e ka pa nusën, një tjetër person, edhe i ka thonë, kjo është nusja, e bukur shumë. Dhe më sanin nuk ka shusë, edhe unë kam shetë dhe të shkollë, s'kam shku prush. Po. Vjen dhe kushtë të zakonin. Edhe i s'ka shku prush. Edhe ka ardhë, o martue, i kanë sjellë motrën. Pa e motra, ishte
e vogël. Nuk ishte më të bukurinë që kishte ajo tjetra. Kishte dhënë fotën, Po. motën e saj. Edhe aju tortulloi përfitje, më japim krushkës në verës, atëherë vinte krushka me te, ku di une, kanë në hymisia, ku di une e kanë bajt. Por ai ka jetue, kanë pas fëmijë, edhe kanë pas një dashuri kaq madhe sa që kur ka vdet njëri, mas 2-3 kuj ka vdet Histori që na vjen vjetër. nga shësimi, domethënë, E kuptoj. stresi që kishte për Shko. se një dashuri pa me ty. Pra, edhe pse ishte një martesë që ishte pati një këtë martesë që lloj pati- ngërshi në atë kohë, kështu Po, e nga që lloj nga tret. Shumë e bukur, ej. Që ky du mes në këmbë. Tani, se na ka ti dhe shiu profesor, ëh? Na ka ti shiu. Ka problem fare. Megjithatë shiko, shiu janë, është sa të bukur. E shita heq pak amerik pak çadër, shike. Do bane fat kjo një çik jepi kështu ha. Hadi na tregova, edhe këti, këte manja tani. Okej. Shiko tash. A di çet nala Këtë këtu? që në tarasa, Çi tarase, çka ka pas? A di çet nala? Se tu rrugës ti na shpjegove se si e gjof me nosën. Ideja është në gjini. Po, veni ku ke lin ti. E u da vetëm çashtu. Nella, roj snell. Ju projekt net. Okej, po. Pra pjesë është në gjini. Ashtu, maton, kush e çaf shati? Kujti, Kujti. kujti. Pra, është veni nusës. Shihje kujtin sa i bukur. A, shikotaj, mund duket sigur këta bëjnë konkurrencë për sa i përket, duket sigur këta bëjnë konkurrencë, fshati me fshat. I bukur, a? Atje në vend linja në Resën Gjokës, Atje. Po, e kam parasysh duha qenë, po. në Resën Gjokës, Aha. në një fshat shumë kompakt, nuk janë largu shumë shtëpi atje, këtu nga Shëngjini e largu shumë. Po. Edhe Sa herë vjen në Shëngjin? Ne? Sa herë vjen nga Durrësi në Shëngjin? Tani që ke një hiqse, herë po në në vit, kohë. një herë në vit, Një herë ditë vjen, po. Sa kohë ka që ti ke shku në Durrës? ka 20 vjet, Ka 20 vjet. Që ke ikë prej këtu. 20 se para i janë kush, ja. A të merr malli? 28 vjet, po, A të merr malli? po, po. Po çat merr më shumë? Merë malli për ajrin, Mhm. për tokat, për njerëzit, Mhm. për trojet tona. Mhm. Po, ja, jeta i ka për... I ka këto. Tani, atë merr malli ma shumë për fshatin tanë, a të merr për fshatin e nusës? Për shatë tema, Ha, ka punë atje. s'ke punë, pa vjen nuk, a vini bashkë në i herë. Po, kështu, vim, a? Okej. shkoj, pa... Dhe shkoni dhe atje. Pa, atje, po, me qëj druna atje dhe vetë, Edhe këte. vendinja, po, Ha, va, okej, po nostalgjia aty. nostalgjia, E shumë bukur. kaluar. Shkojmë tani atje, shkojmë te shkolla e vjetër. Po, Ha, te Po. shkolla e vjetër. Se shkollë me drasa? Shkollë me drasa ka qenë ajo? ishte një në test ka qenë me drasa dhe kur bën shkolla re, shkolla nuk pa të kuajtur njerëzit, e futet nxënësit, futet dy klasa në një anë, dy klasa në një tjetër, edhe ishte uji, një vi uji që kalon në mes, poshtë, dyshe mes, Ja, pa do më shpjegosh atë. Se tani shkolla me drasa di çam kujton mua. Ke filmi i komisarit Dritës për nesër në Gjogën, ku ajo që merret bëhet një sol, bëhet od, domethënë bëhet plas, bëhet plas. Edhe më duket sigur thehemi në atë kohë. A shkojmë ta shohim? Hajde. Na merr, a? E shiko sot jam në fan, po jam gjithu sipër në Shëngjin. Shi, ja. Nga Shëngjini jam me mësuesin e vjetër, Zeb Bushati, edhe do shkojmë te shkolla ku ka dhënë mësim pra. Ku ka pas shtëpinë, sa i ka dhënë dhe në fan në qendër edhe në Kuks. Pra në zonë e kur ishte zona e Kuksit. Fani me Kuksin. Ja, është pak shi, po është që natyre ashtu. Dhe jashtëzakonshme.
Tani e kemi vu atë zefin, se jemi tani jemi përmes Shëngjinit dhe e kemi vu në makinë. Zefin tani, kjo rruga këtu ky ka bërë vazhdimisht, dhe unë thash po hes në përgjum të zefit. Sa pak shije. E kam këtu bibën, Një djali i vllaj? Ha? Djali vaj zë. Djali i vllaj zefit. A rri këtu ti? Shëngjin. Rri këtu, vazhdimisht. Ha? Po. Tani që ka hik zefi, a duket bosh? Ha? Po ka bosh aty shkret se kanë hik. Mirë, po që ka hik zefi. Po, ha? Diskutohet. A të ka mësim zefi? Mëse, Ja. Sa klasë të ka? parë dytë. Klasë e parë? Deri në tetën. Deri në tetën? Po, të parën jo, deri në tetën me... A do na shoni ke shkolla ku ke bërë mësim ti? Mësim kam bërë në fonën. Në fond, po të parë se ke bërë në fond. Shëngjin kam bërë, po kena pas një shkollë më tanë. Si ka qenë? A shkolla me drasa? Ka qenë një shkollë vjetër përpara. Ka qenë shkollë me Ka drasa? bërë tjetër re. Po pasoj e bërë, po ajo me drasa. Po. A do na qosh atje? Ju qojnë... Atë bate me hatër? Zefi, ke shkolla atë bate me hatër? Ja, po. Ha? Si aq, sa ishe aq? Po jo... Apo të vitën mosh, do të shkosh se s'ban? Jo, do të shkosh e parë, jo... Po kështu ka qenë i egër kështu? Me mësu se s'ban? Me mësu se s'banë, Aha. diskutoj. Po në herë, në i vesha, në i thupra, në i gjan? Po ka pasa? Ka i herë, po ka po mirë, mo, ka po mirë, ja. Hajde, vazhdojmë, heti. Unë kam pas në dorës gazetën një ditë I herë mund. E më tha njëni sa unë gazetën një ditë ta gjej ku të quhet një ditë mirë natë, jo mirë ditë. Ja, ha? S'ka më Mirë, thënë. to e ka të shkollë fonë. Po për çfarë përdorin këtë godina pas e kanë godina? Dina nga vjetë. Ah. Mirë, aty që nga veçën është nësore pakën. Aqë nësore të punë. Jeni përgjithsisht urgjenca është nësore, ja. Kemi arë këtu, masi unë gjitëm prej qendrës, fanit, dhe erdhëm rrugës bashkë, dhe erdhëm deri këtu, në në kryp Shëngjinit. Çfarë kujton ky veni këtu? Ky vend këtu kujton dy objekte më rëndësi. Lteri, që përpara ka qenë vetëm një mur me pak. Ashtu, edhe shkolla. Shkolla ka qenë me drasa, komplet. Këtu, Po, ka qenë një shkollë me drasa. shkolla me drasa, ka pas dy dhomë mësimi Po, dhe anës drasa e mbulohet me frugja. rrugja, Po. me basan furde, rrugja. Edhe poshtë kalon dhe një vi ujë, Aha, poshtë drasave. po. Në mësu se po këtu ka qenë do të shyti, ka qenë Pjetër Gadeli, Pjetër Gadeli që vjen nga Oroshi? nga Vroshi ka këtu, Po. edhe është arratis, po këtu në Ja, shërbit. Pjetri, çfarë thua? Është interesant histori. Dhe arratis për këtë, ha? Papaja arratu Po. një ull Ha? e qeshit, Po. edhe kaloj nga drejtari, hiu e shkoj në Amerikë. Po. Ai ka del pas arsit që jeni, mendoni ku ka qenë para arsimit këtu? Pasaj, Po. ka dhënë si më ka boshi, Po. vendas, Mhm. tu, pas e ka shun lejë, Po një minutë, tani këtu ti ke qenë nxënës, Unë kam qenë nxënës 2 vjetë, domethënë 2 vjet, klasën e parë, parën e dytën. klasën e dytë e ke bën këtu në Parën një, e dytën me Nikol Nun Nikoli po. dhe me Zef Shkorreti. Dhe Zef Shkorreti Zef janë Shkorreti. ato mësuesit e parë, Në domethënë mësues e parë, janë si thua që kanë Nikoli ka qenë nga mësues Shëngjini, me kurse kanë qenë Me kurse, kurse, kurset ashtu. për shpejturë, Për shpejturë. janë pothuajse janë mësues në Resëm Gjoks. bravo, Edhe sa e bukur është kjo. Masanej ka kalu këtë shkollë, u bë një shkollare aty, më ta i thonë Smaqe. Po. Një shkollare, atje ka marrue 2 vjetë tjera. Po mirë, kjo shkolla që ishte, kim parasysh, domethënë 1950 diçka kështu do të jetë. Ka qenë 48, 49, 50, Pra, 51. 48-49, domethënë dhe kjo kishte bankat, Kishte bankat, po, kishte drazez, kishte shkruaj me shkumsa, fletoret i kishin
3 vet një libër, 3 vet një fletore. Pra, është e vërtet kjo se ngaherë e quajnë si kështu si legjendë, si prallë, që fletorët priteshin dhe për gjysmë. Prishin për Ishte gjysmë. modeli i kohës që kishte sjell nga Sugjoga. Po. Okej. Ja flet për gjysmë, fletore për Bravo, gjysmë. ja, ju nxans. Epshin Shiko, ju nxans si një sot. Një gjoni profesorin që thotë për atë kohë. Okej? Kishim ma shumë se më shumë Ma shumë se, ja. shkruaj nga herë dhe me gjelqere. Po. Edhe nga herë për fletore pastaj- shkruaj edhe me dhgit. Dhgit. Me dhgi Po dhgit si mbaj mend. Pastaj dulën ato kollamaret e vogla me Po. boj, me penë, Po. shkrunim edhe me mësues kanë qenë shumë përkushtuar. Po, edhe ju mësoni. Edhe mësori. Tani ka i gjanë, kishim kohën e etje të mëdha. mirë në kohën e verës, okay, se kjo është ambient i bukur kur e shef shumë. Po. Po në kohën e dimrit sa bor bite Ishte këtu? shkollë verore. A ka qenë shkollë verore? Fillon Nuk në është mars, godime. Okej. 49. Po, ka qenë shkollë verore. Atëherë, atë kohë. Nuk ka qenë 1 metër bor, 1 metër e sa bite bor. Pra, mësues të vjetër, Zef Shkorreti me Zef shokën. Shkorreti. Shiko, i gjaja besoj që ja kanë bën mirë. Kaligrafia. E kanë pas të jashtëzakonisht. Kaligrafia që kanë pas në nxënësit e shkollës së Shëngjinit nuk e pas asnjë shkollë. Po se sa nxënës ishin gjithsesi? Sa nxënës ishin atë kohë kur ke qenë ti Po në kanë klasë? qenë këtu, ishin rreth 60, 80 nxënës, 80 nxënës. 80 nxënës, Imagjinoj, në 50-ën, në 50-ën, 80 nxënës. 80 nxënës. Sot sa nxënës ka sot? Sot sa mund të jenë vib, tash e mund të jenë shumë. Që shkojnë Shëngjin. atje, shkojnë në fanë. Shkojnë në fanë. Sa nxënës janë dje? 6-7 nxënës. 6-7 nxënës, nga 80 Po 1950. pastaj janë bën 150. Janë Te gojë. te shkolla tjetër, që u bën shkolla Shkolla tjetër. tjetër, pastaj bën shkollë të vjeçare u bë këtu. Edhe këtu Këtu ka qenë ka qenë tjetër shkollë, po këtu ç'është tani këtu? Po shkolla është, po ka vetë që Ka qenë shkolla edhe kjo këtu edhe ajo aty? po Pa shi këto ambientet këtu, që janë bën maj mend që bën një investim nga 4 janë bë ka qenë ose ja, po që bëj maj mend mirë. Pra është, okay, nëse ato është qenë shtetësore tani, në vend të saj, kolibes me draza është Kaligrafia. Kaligrafia, Kaligrafia sa vetë aty kemi. mësuesit ishin përgatitur, kishin kaligrafi shumë të mirë dhe shkrimet që kishte Zef Shkorreti që shkruante në mënyrë unë kam parë në pedagogjike në Shkodër që ki pas bën atëherë jam habit domethënë jashtëzakonisht mirë. Dhe gjithë nxënësit që kanë dalë nga kjo shkollë, nga dora e mësues Zef Shkorreti, pastaj edhe mësues të tjerë, Maga Primbrunës, Pjetër Markut, në qenë unë të mësues, pasi më vonë kanë ndalë. Mësues të tjerë, Zef Leka, Pasha Leka, e shumë tjerë. Tu është bërë një punë shumë e mirë. Kanë dalë shumë kuadrë të përgatitur, kanë dalë shumë mësues, shumë teknik pyesh, inxhinier, infermier, mjek, teknik minjere, teknik gjeolog. Dhe janë shpërndarë në gjithë vendin, janë me qalë nga fshati ynë, që kanë dalë nga dorë të këtyre mësuesve. pra dhe nga durët e Zef Shkorreti, edhe të Zef Bushati. Durët e pak këtij ma vonë, mësuesi. ma vonë mas atyre, kanë dalë edhe Tani Zef, unë shoh një krysh këtu. Pra, kjo godina e vogël, çka ka qenë kjo para shumë vitesh? Tuk e që më para shumë vite, një lëterë, Një lter? një mur lëterë, do më thonë që bëshin vite prifti, bënte meshën, mbidheshin njerëzit, kryesisht për shënllëj. E kemi një fest fetare lokale Si ka ajo? për shënllëj. Festa Shënllëj. shënllëj. Po. Edhe Verë. festoj këtu dhe mblidhe këtë Festa shati. këtë mbidhë shati, vite prifti, Te ky lteri, e të lëteri. Pra këtu ishte shkolla që Këtu ishte që folëm, shkolla. pra ajo madrasa. Këtu ishte lëteri. Këtu ishte vetëm lteri, apo ka pas edhe kështu si një tip me madrasa kështu apo ti? Ja, edhe ka qenë një mur, kështu. Një mur, po, edhe lteri kështu. Lëteri, kështu. Po. Rinë ai pjesë e asaj, vite A mban me pritin atë po? Priti ka qenë Dom Nikolli, Dom Nikol Luli. Dom Nikol Luli. Po. Ose ka pasur edhe në Fshatimaj, në Shmëri. Edhe këtu Shmëri, vjen. mos e bëri, Këtu vjen Torosh, dhe ishte ka. edhe në qendër Po. atje. Edhe mbas 67-ën pastaj se që prishin kisha, xhamia, atje, kisha fonit të vë magazin, te prishin fare. Kjo u prish komplet? Komplet. Qa histori e ka tjetër? Man me në një histori kështu? Një histori ka sepse këtu kanë qenë dovare. Dovaret kanë qenë shumë të hershme. Nuk e di të që dhe koskat të në varë e dalin këto poshtë. Nuk e di, kanë qenë një lloj smuni që ka pasëra dhe më duke që kanë pas vdek shumë njerëz që kanë pas varë ashtu.
Nuk e dihet me siguri se çfarë. Po nuk është studiu, domethënë asnjëherë. Nuk është studiu asnjëherë. Është Ashtu si nuk është studiu për fikshin shënërtatit, ashtu si nuk është studiu për shpellën e batës, ashtu si nuk është studiu për aty ku kam unë vend linjën bushatjes unë kepi gjitec. Po të kepi kepi Kjo gjitec. është një ali interesant. Jo, si ali është Që interesant. nuk ka bërë studime këtej fare këta në totë. Po. Nuk kanë bërë studime, më thënë drejtën. Po, domethënë fakti është që kjo zona për Shëngjini, kjo pjesa këtu Guri Nus, Zepa, Shtella e Batës që përmendet ti, kepi i Qytezës, petroglifet që janë edhe në Konaj, por edhe këtu ke Guri Gjugjës, e tjerë domethënë tregon për një zonë e cila ka hershmëri prehistorike. Është shumë interesant. Po, pastaj janë ata gurit. Ne them gur zhëdhish, po gurët e Zhodhajve, ha? zhëdhive, Shumë po. interesant. Këta janë gurët të cilët janë metrinat të atyre të punimeve të hekurit e të ashtu që kanë bërë që i lirë. Po, Edhe këto i përdorshim bile këto gurët i përdorshim për të bërë furra buke. Furra buke, shishi, interesant. Me pjek bukën me to. E ku i merrin ato? Po kudo. Ka kudo kjo zona. Po kjo zona, që tregon se kanë qenë punime, hekuri, bakri këtu që janë bërë në kohët e ilirëve, edhe në kohët romakëve. Po fakti që ti përmeni që nxënësit e kësaj zone kanë qenë të mirë, edhe kanë dalë mësues, kanë dalë inxhiniera, kanë dalë etj me radhë, domethënë, dhe më përmendet se për të bëjnë ai pyetje gjatë rrugës, dhe thash si kanë qenë domethënë, nxënësit e zonës, dhe më thënë kanë qenë inteligjentë. Domethënë kjo duket se ka arsi genetike që ndeshmëri domethënë. Që në shmëri ka qenë, po ashtu edhe nga puna mësuesve këtu. Se unë për të marrë vetëm anë e shkollës, nxënësit që vinin nga shkolla Shëngjinit, shkollën tonë, shkollën e mesme, të vjeçaret mesme që ishin në fanë, ishin nxënësit jo për të lavdruar, jo, se isha unë 4 vjetë kam ne këtu po. Tu ishin 40 vjetë, 50 vjetë, kanë qenë dhe mësues tjerë që ka bërë shumë mirë, edhe kanë qenë nxënësit më të mirë. Më të mirë edhe një nga këta ka qenë dhe ky Lipi. Edhe Biba. Djali i vllajt ka qenë rrallë mirë. Edhe ishin lexonin, shkruanin me fjalë dinin, me fjalë ishin shumë të përgatitur. Okej. Unë të falenderoj për gjithë rrëfimet që na ke bën, ndërkohë që do ta mbyllim, domethënë atje pak më përtej ke kjo ndërtesa që të shohim pak fshatin kështu, e do të flasish pastaj për mësuesin tonë. Kaluan shkolla atje. Po. Dhe pastaj ka kaluar në atë shpatë. Pra ka lëviz 3 herë. 3 herë. 3 herë është bërë shkollë. Herën e fundit pastaj ka ardhur. Është bërë 8 vjeçare këtu. Ashtu. Se ka qenë fillore. Po. Fillore pastaj bërë 8 vjeçare. Po nxënësit, mësuesit. Po. Në mësues në gjithë. E po është, shiko, kur e mendon, 8 vjet nxënës sa në ka qenë kolibe drasash. Edhe pastaj këtu më tjerë që vlonte me fëmijë dhe me njëri tjetrin. Sot për shembull du me thënë si unë kam marrë fizik. Dakor? Ti ke marrë histori gjeografi edhe për shembull do ishte të nësi që të shkoshim na 2 bashkë, qash, ta gjeshim një klasë hapur, të jepshim gjysore. Ha? Po. Në fakt ku do të japim mësim tani? Ka qenë vetë shumë e vështirë. Bosh, a hesim bashkë e shohim tani, ta shohim këtë boshllëk që besoj që ty të vënë kjo. Fakti që me këto ambientet e reja tani. U bënde kurse të kualifikimit, kurse analfabetizmit. Në atë kohë? Në atë kohë, bile edhe një fakt tjetër. Mbi 90% e popullsisë mbas shërimit në fshatin tonë nuk kanë ditë shkrim baskenim. Edhe ju mësuat për herë të parë. Dhe u mësuan pasi u bën edhe kurset e analfabetizmit. Kundër analfabetizmit. Po. Por mësuat domethënë këta që punonin në fshat, gratë, vishin në gratë. Gratë, po si dhe mosin 40-50 vjeçë. Po, kanë ardhur duke mësuar me shkru, me shkru, me lezu, me shumë zuë, me mbledhje, me njëra tjetrën. Ka qenë shkollat e natës, mazite. Po. Në kohën e universitare. Edhe nxënësit i bajnë shumë fillore në televizor, bajnë edhe mësim mazite, dhe me gratë dhe me djemë që ishin pa marruar televizor, dhe tjerë ka qenë një zhvillim shumë i madh. Tani do më flasish pak për ku e mbyllet ti, sepse ti lëvize nga Shëngjini dhe shkollë dhe ke ra në Durrës. Po. Në Durrës. Po. Atje ke vazhduar ti je arsimtar në Durrës? Po, një 2 vjet më qenë në Durrës. Në 2 vjet. Shkollë mesme. Ku në çaveni në Durrës, në shkollë mesme? Në Shijak. Prapë ke dhënë quhet Hardisht. Hardisht ke dhënë Shkollë mesme, unë mësim histori gjeografi, shkollë mesme. Po. Si të duk nga këtu atje?
Po, dhe shesinata me ditën, Pse si nata me ditën shkuptim? në kuptimin e afërsisë. Po. Afërsisë, atje ishte qytete, ishte më ndryshe, po. Më ngrohësik ishte atu. Ma ngrosike pas to. 4 vjet që kam qenë arsimtar në shkollën e Shëngjinit, janë qenë 4 vjet më të mira të jetës time. Më të mira, nga Më të 40 mira. e sa vite që ke 20 punuar. vjet, janë qenë 4 vjet më të mira që kam qenë. Populli mrekullueshëm, nxënësit të mrekullueshëm, bile unë kam pas edhe nxënës, prind dhe nxënës që e nërë, më lutë me sill mosh poshtë 7 vjeçit. Me ti sjell to. Me sill këtu. Sa atëri që 7 vjeçare, 7 vjeç të shë me gjatë. Më kanë ardhur me 5 vjeç. Në këta është Martin Leka, Po. që më vonë bo drejtori. I televizor shqiptarë? Televizor Martini, gazetari, pa prej këtu? Martin, gazetar. To pse Martini ku ka shtëpi Martini? Martin Ha, e ka ti? Po, po. Ja. Martin, shiku jam me drejtorin tënd Atje. parë, Martin nish pak. Martin Lega, Mësu ha? si parë. Pra ati kur ke mësu me shkruaj Martin dhe me bo gazerin dhe e bën një gazetar të Ai mirë ka hyrë shqiptar. 5 vjeç. 5 vjeç. Po ishte i talentu, ha? Gjergj Margjoka, Po. Bardhok Margjoka, Aha. Vitore më ka fërkuar 4 nxënës kanë hyrë 5 vjeçar. Po. Të 4 kanë kaluar me notat shkëlqyer. Të Bile kur ka shkuar kur ka marrë klasën e dytë. Martin jam munduar me e çuar në klasë 4, më dhan 2 klasë për herë. mirë. Po. Po nuk ma pranuan ato kukse, thënë ja, nuk ishte ka qenë ligji dhe atë, nuk ma pranuan, e merri shumë keq. Ishte nxënës i shkëlqyer. Kim pas nxënës shumë të mirë, shumë të mirë. Okej, se tani ti je në pension, me çfarë merresh atje? Atje nuk merr Nuk të mosh. Ma asnjë gjë. Me ndonjë shënim, me ndonjë gjë kështu. Shkruaj dhe gjana. Ja, këto gjëra që bisedum bash. Po. A i ke dikun kujtime që ti mbledhesh pak shumë? Po kam shkruar dhe gjëra, po në akoma s'kam bërë të gjëra. Nuk e kam konkretizuar akoma. Nuk e di. Po ti Kam ke, bërë toponimet e fshatit, për shembull, i kam këtu. i ke, Po i kam, ku i ke? kam çantë. Pa ma jep, ku ke Që shumë? nga 7-8, ai. Domethënë, klasën e parë dytë ke marrë këtu. Pastaj, Pastaj 3-4 kam marrë, atje, te shkolla ajo tjetër. shkollë. Pastaj pesën, ku ke marrë? Të pesë marrë në fund. Në fund. Shkolla e Gjoka. Nes nuk gjova. Pastaj klasë tjera. Klasën e 6 marrë në Kuks, Ke shkollën Kuks, në Kuks, Konvik, në Konvik. 20 dëshmorë. Po, Shkolla Brancuri, po, dhe pastaj po pastaj 7-8, 9 kam marrë në shkollë ushtarake Shënderbejt. ke shku Tiranë. po shkollën në ushtri, po pse nuk Jo, vjen në ushtri? ushtri. Po qa? Shkollë, Ishe shkollë, po qa shkollë Shkollë. Skënderbeu? Vështë qa mësoj? Ushtri mësoj, qa jo, mësoj? kisha vetëm 2 orë ushtarake, tjera të ishim mësime civile. Po, E që marrova 7 vjeçaren, marrova fillova vitin e parë të shkollës mesme, Po. edhe masanej kalova, kërkova me shkollë pedagogjike. pastaj ke shku në pedagogjike. Pedagogjike. 4 vjet. Ke shku 3 vjet. 3 vjet. Se një vjet ma Po qujtë. ndërkohë, sa vjeç ke dalë mësuesi? Se vjeç që kam dalë 15 vjet, një vjet kam marrë në kam bënë në Shëmbëri. Një minutë, 15 vjeç ke dalë mësues. Pra, je mësues që ke dalë 15 vjeç ka dalë mësues. Edhe ke shku mësues për herë të parë ku ke shku? Shëmbëri, Malezi, në Pra, Çam, Te nga zona nga Kuksit. zona Kuks. Në zonë të Kuksit ke Ka dhënë të mësim. klasë kolektive, 50 nxënës kanë. 4 klasë, 50 nxënës ku ke dhënë mësim ti. Po 15 vjeç ti ishe sa nxënësit më. Ash ishin. Se çu dhe se ke qenë i shkurt besoj ato, ha? Ash. Që, po si duke ata, atë respektonin nxënësit, Bërë atë që gjornin. nxënës që isha aktivist, e pata me dëshirë të madhe, po ato të arsimin më thanë, do të shkosh në shkollë se zbanë edhe unë. Me në hyrën edhe të shokëve të arsimtarëve të tu, për respektuesit, Rend Boqit, Gjem Rekolës e tjerë, thanë do të shkosh në shkollë, shkolla. Edhe pastaj marrove atë. Marrova Okej, pedagogjike. po, marrove pedagogjikën, marrove pastaj Edhe prapë në shkollën e mesme, në shkollën 8 vjeçare, mësues. to mësues. Ktu. Dhe pastaj më quhen drejtor shkollën në Arrën të Kuksit 4 vjet. Aha. 4 vjet. Edhe pastaj me korrespondencë ke Pastaj marrë shkollën e lartë. pastaj ne ushtar, Po, e bën edhe hyrë ushtri. në gjysmë gati 3 vjet. Dhe masanej u caktova prap mësues në era direkt në shkollën e Shëngjinit. Po. Në ushtria. Po. 4 vjet në shkollën fillore. Me këtë rast vazhdova universitetin e lartë. Po. Shkollën e lartë, ishte në lartë pedagogjik 3 vjeçare të Shkodrës. Pa E shkollë. mbarova atë pa shkollë. Pa shkollë nga punë. Pa shkollë nga punë. Çfarë do vëllai ke pas vullnet pa pam? Kam pas vullnet pa not, me rrisha duke studiu deri në snatër. Po. Deri Me pish, se s'kishte dritë atëherë. Me pish, me Ato bishtu. lampë elektrike, Po, bishtu, që me ishte lampë diku, po, me po. vajgurje. Bravo, bishtu pe vajgur. Ma sa ne erë drita elektrike. Po, më bon, okay. Po, edhe marova atë, edhe pastaj kam kaluar një vit në Bisak, Aha. po histori gjeografi, edhe kam marrë shkollë mesme
shkollë 8 vjeçare dhe mesme në Fanë. Ku kam punuar 12 vjet. Okej. Zef, tani se ne kryemi përballë gurit nus. Po. Është interesant kjo. Po. E cila është ajo fabula e gurit nus? Po gjithmonë ka legjendë, domethënë. Ju si ke? Një legjendë aty, po tash thuhet se mbas legjendës ka ra një nuse nga gur. Nga shka. Dikush thotë ka shtyr një dash, dikush thotë ka qenë duke tjerë me bosht edhe i ka ra lëmshipenta, mënu me e kapë Dhe ka ra ka ra, po në esencë është një nuse. Ka ra atje dhe shkot guri nuse. Edhe është gurit si pasash. Okej. Ndërkohë, Zef, ti për krahinën tënde se ka ne folim pak para Kelteri për historinë, ka histori, ka gjëra të një tjetër. Ti ke qenë ke mbaj shënime, a ke një shënim tjetër? Kam po si ka këtu. Mirë, diçka që ke këtu ke marrë me vete. Çam ke sill këtu? Tu kam vetëm toponimet e fshatit. Toponimet e fshatit. Ja, ti shohim. Toponimet e fshatit që në viti 78 kam Ja. shkruar. Ja ku i ka, që në vitin 1978. Po. Ja ku janë. Atëherë, mi thuaj pak disa nga toponimet. Toponimet ka Fshati Shëngjin quhet edhe Zhin, ha, çishte ka shkruar. Po. Gjin quhet edhe me emrin Edhe Zhin. Po se gjithmonë pasande, Zhin. sepse ka ardhur nga emri i atij pari që ka qenë të ka formuar, ka qenë Gjini. Aha. Gjini, Shëngjin, Zhin, Gjin. Gjini dhe Kola ishin dy vëllezër, të cilët erdhën sipas legjendës, kanë ardhur nga malësia e Shqipërisë Veriore, mundet nga duke Gjini, po me sigurt duke, dhe u vendosën afër Zepës, është një vend që quhet Krojkuq. Po. Ishte Gjini dhe Kola. Edhe mas i farë kohë bën një debat ata, edhe thot Kola, thot shkoj me vendosin ande më tonë se janë vende të bukura, thot ka shumë vende me kullota, gjëra të mira. Ndërsa Gjini ka ngulli se u ndarrit. Atëherë Kola i dha dorë, hiku, vendos në Kolesian. 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 Bukur. Edhe aty, kur vinin turqët, Kolesian. Sa shkojnë ata, a të të Koljam. Koljam. Ashtu e bukur. E sot e fshati Kolesian. Kolesian, e shpëtoi, pa vra. Edhe Me kanë pak pas fyr. lidhje, Po. fshatar tonë, Aha. me Kolesianin kanë pas lidhje, lidhje për festa, dasma, për gjëra kanë pas lidhje me ta. Shumë e bukur. Gjini, Aha. Gjini gjeti Mamzi. Mamzi kishte gjithë të territoret veta, edhe gjeti të Krojkuq. E mori, e i thot, hajde në këtu, edhe vendosën të në qendër të fshatit. So një vend në rrasa pjetit, është pak për te në terit. Po. Aty nezi një zjarë, Mamzi. Edhe i thot, shkoj tymi, do t'jetë e jotja. Po. Ku të shkoj tymi i zjarrit, do t'a japim ty, Po. t'jetë e jotja. Atëherë tymi, Nga shkoj. nga shkoj nga Zepa, Po. shkoj nga shkolla e Fanit, edhe nga Monella. Po. Edhe këtu më së ne, e gjithë kjo zonë, u përfshi në fshatin që u quhet më së ne Shëngjin. Tej, e Zepa është dagja e epër, ose i thonë edhe kalmare, andej është një vend që quhet Tin, edhe janë livadhe të gjitha e të Shëngjinit, dhe nga Monella është Matan Lomit, është i lagje e fshatit tonë, Flyrë quhet, Flyra. edhe gjithë kjo u quhet. Sa e bukur. Tash ti linin 4 djem, Po, Gjinit. Gjini linin 4 djem, Aha. Noka, Boshi, Qeqi dhe Neu. Janë 4 fiset to? To janë 4 fiset Që ka Shëngjin. që ka Shëngjin. Okej, ata në presim këtu? Edhe E di pse. tash, Jo, e di pse. ju ke shumë drejt. Që t'ju them të gjithë njerëzve se çfarë vlera kanë mësuar si puna e Zef Bushatit, që na bën të rrëfime fantastike këtu, dhe me sa vlerë ju them atyre që kanë mundësi e tjerë në radhë që Zefja shumë mirë me shëndet, unë e shoh shumë mirë, por që ka kujtime të jashtëzakonshme dhe që këto kujtime të mblidhen sepse kështu pasurohet jo vetëm historia e Shëngjinit dhe jo vetëm historia e Fanit, por edhe historia e Mjëllidhës. Dhe njerëz të tillë janë me shumë vlerë, unë isha shumë i kënaqur Zef. Isha shumë i kënaqur
se këto do t'i shohim ma vonë, pastaj do të kemi në bisedë më ndryshe. Por jam shumë i kënaqur me atë që ne kaluam bashkë. Faleminderit. Ishe shumë kënaqësi që unë takova një mësues unik qysh kohës nes në gjokës e deri në kohën e epokës digjitale. Edhe imagjinoj tani të lidhim gurin nus me shijakun atje ku ka qenë, me kuksi me radhë. Rafimet tuaja ishin brillante. Unë të falenderoj shumë zë dhe të uroj jetë gjatë të shnetshme. Se, po shkolla mesme, çfarë të kujton shkolla mesme? Shkolla mesme fare kam shumë kujtime, për arsye se që kur të bëj shkollare, jam qenë tu, dhe bëj inaugurimin mirë, që me kushën atëherë, mirë shumë Po, me festive. me festive, Po. edhe që atëherë pasaj shkolla ka vazhduar, shkollë bujqësore, pasaj u bërë gjimnaz. Në shkollë kishim një kolektiv shumë të mirë. Do me thënë, ti do me thënë je mësues e parë kur u bë shkolla e mesme Kur kjo? e bë shkollën mesme, Pra bëjmë kur mësues e fani ishte me kuksin. parë. Fari me kuksin. Atëherë, a i marrë mend disa mësues, një kush për shembull disa mësues ti ke pas Disa Historie gjeografie, mësues, po. Disa mësues që kanë punuar këtu, ato që ishim ne me kuksin, që janë Gjërmë Mërgakola, që unë ishte drejtori shkolle. Pastaj nuk ka azada ai drejtori shkolle, pas kolega mësues matematike, pas komena mësues matematike, do të përqefa mësues gjeografie, të qenë zëvë të Ukrajina, kanë qenë Liza Boqi, në fillore, se tha se s'ka pas as femër do. jo, ka pas shumë femra, ka pas edhe Fillimi, se pastaj e di. fillimisht Liza Boqi, matur, Po. dhe kanë qenë edhe të ardhur shumë. Po, e qartë. Po të mos ju himi emra vetarë, se janë shumë Po. një të gjatë. Pastaj drejtor shkolle, për 4 vite në radhë, ka qenë prej Kolleshit, në Muala, Për Kolleshit. Okej. shumë korrekt, Ma tjetër se e shoh për shembull në Spanjë. Evo ke kolegun. qoftë Gjoni, qoftë Nukaza, qoftë Kolleshi, që qenë kuadrë, shumë për vitët, shumë të mirë, edhe ne kemi pas Nikol Ljohën, E ke pas në zanë. ka qenë Mësues vjen mbrapa aty. ka qenë këtu me mu, Po pa qëtë në sa. Po vjen aty 83, 84, diçka kështu. po 83, 84, 85, Po, e qartë që ka punu, e di. Okej. Tani në kohën që kemi qenë me Frafani ku ishte me Kuksi. po, Shiko, po, ma të mënyrë sinqerë, arsimit ka qenë më i mirë organizuar në atë kohë, kur ishte me Kuksin, pra me seksion arsimit e tja, apo kur u bëme me Gjyre. nuk ka pas shumë ndryshime, për arsye se arsimtarët ishin pa ata, edhe shkollat pa ato, bile organizimi që bërë shumë i mirë, ka pas kabinete të fizikës, matematikës, poezisë, histori gjeografisë, e qatë të gjitha, shkolla desë këtu ka qenë me gjithë kabinetet, Gjorgji Sotu kam shku një herë këtu, kam pa më kabinetet. Tani është bëmë ma modernizuar, po si ka ato që ka pas ato Po, kohë. prishë gjë. Ky është normal, është një map. Brezi Kalitjes, Po. sheshi Ka qenë këtu, geografik, po. që rëmërzbon, sheshi geografik, Brezi Kalitjes, Ke pas bërë sheshi gjeografik? sheshi Qa ishte sheshi gjeografik? Sheshi geografik ishin në shambë të shanë, ku kishte atë drejtimet deri ju bëjnë të ndrim, kishte ato erës, A shikoni, më ju profesorët e historisë sot, çka ka bën atë kohë? Brezin e Kalitjes, pastaj Po, që e kemi thot, bërë normal, to i maj mend. me gjitha mjetet, i kam bërë me nxënësit, me forcat tona. Pas kolega ka bërë një kabinet shumë të mirë për fizikës, bashkë me Paskomenën, ka punu mirë edhe për matematikën, ka bërë vjetë shumë. Ka qenë bërë muzeumi i shkollës, që sot Që e mbaj mend.
komplet. Po nuk është e mirë kjo. Edhe këta Se kanë ka i punuar, gjë se- këta dy pashë kanë punuar mirë, Po rigoroze, i mbaj në mend rregull. dy pa, i mbaj mend. Edhe që e në bashkë shumë mirë, më zëmë i mrekullueshëm i shkollës, i arsimit të krejt zonë e fundit. Zonë e fanit, po. Zonë e fundit. Edhe duke pas mbi 25 arsimtar, ka pas edhe nga jugu, kanë pas shumë mësues të mirë, që ishin Elia Puquqi, kanë qenë, ishin mësues të mirë, edhe shumë mësues tjerë kanë qenë. Po, Njovi Puquqi, e po, shoqja që u bë. tani kam edhe një pyetje tjetër. Punon këtu edhe Marie Brozi, Po. që Faren Brozi, që mrekullueshme, ka punuar jashtëzakonisht mirë, edhe ishin të gjithë disponuar për punë. Mirë, kam një pyetje. Po ti ke dhënë mësim kryesisht në zonën e fanit, ha? Po, Po ke dhënë edhe në Shia. edhe në shaq. A ke përfunuar, që ke dhënë pension? Po që Ke në shkolla të tjera përveç fanit ku ke dhënë një ditë? Fani, tu kam dhënë Bisaf, O Bisako ke fanit. Bisaf, po. Tani, ti Shia fanit, domethënë tipologjia e nxënësit, të fanit me nxënësa andej, domethënë si kanë qenë fëmijët e zonave tonë? Zonat tona janë shumë më zgjuar, kapi mësime shumë më lehtë. Po se ti për në nacionalizëm, tu i Jo, për vërtetë është një mësuesi. është e vërtetë. Okej. Është e vërteta. Pra, i kapi mësimin ma lehtë. Po, ma lehtë edhe janë gjithse janë një edhe më të vujtët se ata, po janë mirë janë inteligent, natyra, që vetë zona jonë është të tjerë, që të të vita, njerëzit të zgjuar, dhe fëmijët të zgjuar. Okej, tani shikoj. Sot ishim ke mesha e shmak, sa ditë shënuarse. Po që ti marrë bashkë me sjell edhe pa kujtesën e arsimit, por me qenë ke mesha, apo që ke mesha. Sa vetë takova ty, takove një? Po, takova 50 vetë, 100 vetë, takova. 100 vetë. I ke pas ishin zonë stu. Ishin mësues, më pëlletin, bashkëtarët mitë, kujtojnë me respekt, e i kujtojnë me respekt, dhe mesha u shumë në nivellit të mija, edhe aji prifti ishte në zona jonë, si ishta, i tërgu shumë gjilitonë, Pra, nashtësi, dhe shikja atje te opori i kishës, para kishës, me disa aty që i ka pas nxënës edhe kolegë. E ndjekim në të pjesën aty, për të vazhdu me të. Si shkolla të Romania? Si shkolla të Romania? Ka qenë mirë atje. Ka të gjallërinë atje, më mirë se atje. Ka gjallëri. S'ka gjallëri. Pas në organizim shumë të mirë. Ka shkë pak dera ka që këto. Po, Tani do të kenë rrugë pak më mirë dera, po shkë deri atë. Sa vite ke hyrë ke kjo derë në Suzeti? në 12 vjetë. 12 vite ka hyrë. 12 vjetë. Suzeti, tani do hyjmë me tani, po deri ke dera do shkoj pa në Suzeti. Atje është busi nësë u gjokë. Pa, busi është marrë, busi në zhëpërem, më në emrin nësë në gjokës. Një kohë, ja për ka. Shkolla mesme ka shku nësë në gjokës. Pra 12 vite ke ardhë një gjatë, kam i thani të 12 vite. A ka po vaki me ardhë me i herë me bënes? Unë? Ha. Kur? Okej, sot s'kemi në zanës, i kemi pa në zanës, ose më konsiderohë mu në zanës. Edhe fatjorin që nga filmu. Ty ka nevojë ta kesh në zanës, ta disiplinoshe pak të. Ha? E holloshe pak të, apo? Ta gjonë shë. Dice me pikë të mund që e në fani? Dishe, me pirë me i kafe, me i godrati, me shokët, nështë edhe me i konjak. Në konjak. Po, në pushim të orë mësimit ose pas mësimit. Pas mësimit.
Kishte raste, po, raste të rralla ishte. Kështu që kemi pasi kolektiv të mirë atje edhe këtu ka ishte mirë. Dhe qendra funksiononte mirë, qendra Arfani atë kohë. Qendra Arfani ka qenë shumë me gjallëri. Ka pas 2-3 lokale, ka pas hotel, ka pas dyqan. Në 2 dyqane, një ka pas Maria Prengjasit atje, shkolla Gjeru Ushtarake në Vëndej. Ti do më thënë Ishte oficer, dhe memoria ishte spitali këtu, ishte gjallëri të madhe. sa ka qenë popullsia. Çdo ditë kur ishte plot, Se apo vësh sa ka qenë popullsia, atëherë ka qenë 13.000 banorë në vitin kur i vitin 90, kur i bëjmë. po. Që nga 76 dhe këtu i mërë ditën, kam në zona. Parakorsisht, sa shkolla ka pas po? Çdo fshat ishte të dyqanet. Çdo fshat. Shkëllë një 13.000 banorë. Gjithë një dita, sot kjo do 13.000 banorë për dhe fani. Do me thënë fani ka qenë një ditë. Tani 13.000, sot nuk i ka këtë një dita, 13.500 ka me qenë shumë. Unë cilë me ditën, unë ngritën parin me diskutuve. Po? Ku po theve nga fani? Kur këthymë, më bë një mbledhje gjithë arsimtarëve zonës, i parim doli emri mua për diskutuve. Edhe ngritë, diskutuve, ngritë probleme. Sa disa mësues që mirë, disa shkolla me aktivitet shumë të mirë, që shkolla mesme Rasim Gjoka, kishte arsimtarë shumë të dalluar, si që ishte shumë Pashkoleta, Gjergj Margjoni në Donxhani, kishte Pashkumena, kishte drejtori i shkollës në Kaza, e tjerë, edhe kur më thanë, si e njëri vetën, dhe kur një vetën se Mirdita është bashku me ne, jo ne me Mirdita. Pse mund të? Sepse është një armatë e madhe, është 13.000 banorë. Që me Mirditën, pra ne jemi shumë. Mirditën, se ta ka do si në rau krahim Shqipëri. Do më thënë Mirdita është sobzuar, ajo Mirdita etnologjike. Ose edhe mirë aty. Po imagjinit mos ishte dhe fani, sa ishte Mirdita. Sa ishte Mirdita? Pra e ke thënë atë kohë, ata morën për keq apo mirë, si ta morën? Jo, ajo e mund për keq në fakt, edhe në një superpartia dhe shokëzashtë. Ti kujdes për flasë. Kujdes për flasë. Pjesë mirë ka marrë dhe puka, dhe shqiptarë. Si ke punën mirë. Unë to kam mendime kam. Por patëm një perspektivë se u hap buka. Po, hap buka te. Tre që kishe andër. Shko se, me që sa me në rrugë, ki parasysh që rrugë të vjetra, që ka qenë dikur, shoh nga shkolla, dikur nga malë, që ka qenë nga shkolla dhe sipër me radhë, pra udhë dhe vjetra kanë ekzistuar, vetëm këtu ka qenë problem. Dhe mas një shekull ne kemi një rrugë në Komës. Hajde e prit ndonjëherë në ato kohë kur të duli me shku deri në Neps, në ato kepat, Kam kaluar në kam mund këtu e Neps. E deri në Rshek në shumë kam. në kam. Si shkojsha? Tu mësu sot bërë, shia, profesori sa ato. Sot është rruga e Martinës. Tani atëherë ishte shumë problem. Për shembull, ishte shira, ishte borë, ishte amet. Më kujtohet një rast, kam shumë i shok temi nuk kemi kaluar shpatit mundeve se ishte borë dhe aku dhe kemi shkuar deri në Mashtërkore. Po. Aty me zi kemi ra deri në Bret Lumit. Pastaj kemi kaluar Lumin, edhe kemi shkuar te Skana, në Skana, mirë, aty kemi pas nëri komplet, me fjallë. Ose ai previzhini që ishte, që kemi kaluar disa herë, kur kishte shi shumë, kishte borë se kalon atë. Edhe një rast, ishte bashkë me nënën time, se kam sa mishën nga Repsi, në shumë atje previzhinit, është të shkolla e Mashtërkore. Po, ku ka qenë shkolla fillore, që nisë dhe Martelës. Dhe bëjë që vitin Aty, kur futa në mes, ishte darë dy degë, kur futa në mes, aty ane nuk kaloj. Erdhi një fshatar joni, nga kujti,
Rastisht, na ka mund shpejt, animatorët. Ne s'u Shiko, kaloj. faloj se më çove. Ishte shumë e vështirë, s'ishte Çove ura aty. kujtesën. Ishte ura. Ma çove kujtesën për të ndërruar dhe në një që edhe mësues, ka qenë një mësues nga Bulçari, që pikërisht aty te keti i zi i mashtërkorit e ka marrë lumë. Jo ndaj, po. Ai ishte një lumë shumë gruz. Ai të merrte me vete. Nuk është si sot, pra ne Disa herë më i shoh disa që janë kohë. Nuk kam prej këtu, ke shkuar në Shëngjin vazhdimisht, kali prej atje çdo ditë në orare të tjera. Sot shkoj me makina, me forfona dhe pse kam shkuar lart. edhe në Bisa. Një vit e kam bërë. Nga Shëngjini. Nga Shëngjini në Bisa, Bëja 2 orë me shkuaj, 2 orë me kthyer. 4 orë në ditë. Rrugë, makinë. Ky është Makinë e skishte. Okej. Edhe çfarë do të bëj edhe pyetje tjetër. Me qenë se ke qenë në Kuks. Po. Shiko, lidhja, në ta bona i pyje, po ti më tregova diplomat në një e përgjigjes, a dhe në se ku ka qenë më mira, kur ishte një pikpamjen e usurimit administrative tjetër, po e lëmte, por në pikpamjen e lidhjeve komunitare, do me thani, njerëzit e zonës Fanit, në zonën e Kuksit, që vinë për Shkalim Mashi, këto zonët të fshatra që janë kështu. Ka pas një gjë shumë veçantë. Fani ka shkuar shumë mirë me banorët e Kuksë. Me banorët e Kuksë që kemi kalu shumë mirë. I pas kumari. Me kalimashëm, me armën, i pas kumari, i pas hyrje dalje, respekt për... Dhe festat fetare, dhe festat. Dhe festat fetare. Absolutisht. Jo kanë qenë korrekt. Shëngjerën kishin ata, ne shënkollin. Ashtë si puna e lurës. Festat tonë, kishin ata, po. Po, fiks. Ja zakonisht mirë, e kemi kaluar. Edhe me thënë drejtën ata na kanë respektuar, në Kuksi. Unë respektoj, sepse ishte larg. Vuni dhe kuadra, janë disa nga fani që ishin kuadra atje. Dakor, edhe nga Mirdita, që kanë shkuar kuadra në Kuks. Kuksi ka respektuar Mirdita, që në Çarë, dhe sidomos zonën e Fanit. Zonën e Fanit ka respektuar vazhdimisht. Shumë faleminderit. Ha? Zef, a ke pas në zonë se profesoreshën? Jo, kemi për kolege. A kishin kolegë me? Unë në kone. Në kona ja po këtu? E më thuj 2 llafe për Zefin. Zefi ka qenë mësues shembullor. Ishte i dashur me kolegët e me nxënësit e Sa vite ke pa po? kim punuar disa vite me ta. 4 vjet kemi punu bashkë. 4 vite në kona, ja? I kam mësuar edhe djalin, Po, klas 2, e tretë. se ti ke dhënë mësim fillor, ha? Po, Nësa ky në histori gjeografi. historiografin në 8 vjeçar. Okej. Zef, se ke emocion sot, ha? Kam shumë. Në kish, si e kalove në kish? Shumë mirë, u knasha, qof nga mesha, qof nga takime ishin nxënëse, me ish kolegë pune, me fshatarë mirë, me... Sa nxënës takove sot, ha? Kredi ishin nxënësit tujta? A i ke kaluar shumicën? Shumica janë, po që edhe kam... Nuk i kujtoj gjithë me emër, edhe ata kanë hallë veta, nuk mund të takohen. Kam edhe... Masil babën tanë bak? Edhe burri kësaj është arsimtar, ka qenë arsimtar në pension, Zefi Qujnate, Zefi Paskubit, më dhe. Që po qëtë? Ti je nga Domëgjoni, ja? Domëgjon? Po, Apo e këtu? bindëm gjë. Je binë Domëgjon? Okej, e nëzatë. Zefa, keni punu bashkë me Zefin ku? Ku keni punu? Në shkollën e Klosit. Më kujto pak ato kohë kur keni qenë bashkë. Ti çka ke dhënë mësim aty? Çka ke dhënë? Kanë gjurë letërsipi, ka thënë histori gjeografi. Histori gjeografi. Ti si ka qenë si mësues Zefi? Edhe si koleg? Mësuesin unë e kam gjithë këtu, se unë më e një si ty. Po? Kam konsiderat një të mirë, sepse ta mësues ishin më të vjetër se sa unë, na ndihmoni, na këshilloni, na orientoni, sepse kuptohet, unë të reje, zonat linësit e gjitha, dhe kemi kaluar shumë mirë. Kam respekt madh me ta, për kohësh, edhe ekzistohet takohemi, ky pas jetë gjatë e unë pas ti. Shumë bukur, okej, shumë, ju falenderoj shumë. Zefin, a njeh Zefin? Jo, atë Zefin, a njeh këtë Zefin këtu? Zef Bushatin? Ha? Pa shife pak. A më ke njoft? Po Zefin, a ke njoft Zefin, se mirë mu. Ha? A u ka dhënë mësim Zefi? A u ka dhënë mësim, një minutë, a u ka dhënë mësim Zefi? Sa mërgulli. A u ka dhënë mësim Zefi ju dyve? Mu po? Ty të ka dhënë? Qa mësuti, ka qenë i rep? Edhe po ka qenë...
Shqiptar. Po, a ka që mësu si rrep? Respektueshëm. A ka që mësu si rrep? Ky? Ah. Jo. Si? Vëllai ka qenë rrep. Vllajot. Po ky duke ky natyrë but ky. Ky është njëri i robi më i kulturuar në tokën e Falës. Hajde ta lush. Ja shumë kënaqësi. Edhe sot Zef, mu më pëlqen shumë kur shoh të nanat me veshin dhe kur i shifsha në vesh aty. Domethënë to janë si tush janë zemra e rrugës fesë. Sot kam jetë në Po më ke njek çfarë do thënë? Te kam një Gjermani. A gjali për kolëshon. Po, Simoni. Falënderoj. Jo. Çfarë djali jam, se ka dhënë Agustini. Ja. Agustini djali jot? Qa thua? I minutës do më hikish. Shumë bukur. Ozef, ju falënderoj, ishe shumë kënaqësi. Ishe shumë kënaqësi. Dgjoj, okay. Prit tani, pyes pak. Zef, ai bëhet pyes. A ke pas në zonë se? Okej. Si ta duk Zefi ty? Sepse ti ka i ashpër? I ashpër në... Ha. Në kërkesë, llogarie. Në kërkesë, jo kështu në huze para. Po. E pas më thoshe pas tani fshat të dy. Po ky a ka qenë zonë si mirë ky? Unë kam qenë Mirë, ka qenë shumë i rregull. Shiko, do të bëj një pyetje. Ti vjen nga një familje persekutuar. Ke po në jetë diferencë që një mësues si Zefi mund të ketë bon diferencë thjesht shumë. Jo, ma vonë në klasë jashtë e naltë janë dhënë shenjat. Janë dhënë shenjat, po me mësues Zefin kur? Ja, ky jo. Se kjo është shumë e rëndësishme. Edhe prani. Me sinqeritet se me qenë shullëm. Po, bravo, kjo është kjo të mesish njëri i mirë në çdo sistem. Kjo është shumë e rëndësishme. Zef, a shef? A vlerësimi më i madh, ky është vlerësimi më i madh Zef. Plot kompetenca. Ta ka qenë përpara asnjë. Shumë bukur. Ju falenderoj shumë. T'ju bëj edhe kaj foto. T'ju bëj. Vinë të vjetë e Zotë dhe Zotë. Kristi ka dhe vjetën për ne. Në fe, të të mi lutjen që veta i nga kamësë. Ati ty, që jemi shqeo, ku shenjë kërot kemi, arë me dhja jote, ku bërë me sa jote, si me shqeo ashtu me do, u vendon të përdishme, na jesë, na i fajt fajt tona, si fajt një fajtore ta, e mos na vete vjetë të ti, por na vjetë nga i keqi. Amen. Na vjetë të 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 sorpret të gjithë të këshia, dhe për mirësin të të nga i jetë pashë në gjithë do, në sajtë të mëshirë sate, të lirojnë një përshën për për mëkate, të të jemi të sigur për çdo të bullim. Të pritur shpresën e lume dhe ardhën në shpëtë për e të rrugës